domethënë iblisi është pjesë e gjinave? Po Allah subhanahu wa taala e cik se ka qenë prej e gjinave. Okej. Ka qenë prej e gjinave, mirë po ka dalë nga urdha e Allahut. Do thonë nuk e ka respektuar urdhën e Allahut. Që në kupton, fillimisht ka qenë musliman. Ka qenë musliman dhe ka bë, do thonë, adhurim. I ka bë adhurim Allahut saqë edhe melekët siç janë do informata, melekët janë habit kësi krijese, jo si melekët, po ndryshe, edhe të bën kaq adhurim. Edhe kanë dashur ta shpallin se ti thënë tajul melaike i bjen kurora e melekëve. Kurora se po bën adhurim kaq, domethënë. Edhe mirë po Allah subhanahu wa taala i di krijesat e tij. I di se melekët nuk e kundërshtojnë asnjëherë, por kjo krijesë ndryshe mund të bjen në kësi situatë. Edhe ndodh ki testi, më thonë që Allah t'ju thotë t'i bëni sejdë Ademit, edhe ai refuzon. Edhe shkaqet e tij të refuzimit kanë qenë të refuzon, të bëhet pabesimtar, edhe ta bën diskutabile urdhën e Allahut. Pse? Se unë jam i krijuar për zjarrit, e ki prej dhejut, nuk i takon ki ti nështrohet atij ose ti bën sejdë.